Çfarë tregon ëndra kur shikon ujë? Në botën e ëndrave asgjë nuk është ashtu siç duket, dhe ndër të gjithë simbolet që na vizitojnë në gjumë, asnjë nuk është më misterios, më i thellë dhe më i fuqishëm se uji. Ai rrjedh si ndjenjat tona, pasqyron shpirtin ton dhe fshet të vërteta që si dimë. Nëse ke parë ujë në ëndër, qoftë dhe një pikë të vetme, një liqen i qetë apo një përmbytje rrëqese, atëherë kjo nuk është një rastësi, është një thirrje nga brendia jote, një mesazh nga vetja jote e brendshme. Zbulo tani se çfarë do të thotë vërtet. Uji i pastër dhe i qetë është simbol i qartësisë mendore dhe pastërtisë shpirtërore. Kur sheh ujë të pastër në ëndër, zakonisht tregon se zemra dhe mendja jote janë në harmoni. Mund të jetë një sinjal që ke arritur në ekuilibër të brendshëm, ose po i afrohesh një faze të re të ndriçuar të jetës. Liqen apo det i qetë. Këto tregojnë një gjendje të thellë paqe dhe vetkontrolli emocional. Sipërfaqja e qetë e ujit është pasqyrë e shpirtit të qetë. Një det i qetë shpesh lidhet me pranimin e ndjenjave, kurse një liqen me reflektimin e brendshëm. Uji i ëmbël që rrjedh ngadalë tregon qetësi, butësi në komunikim dhe një periudhë shërimi emocional. Është një sinjal për të mos u nxituar, për të dëgjuar zemrën dhe për të ecur me rrjedhën e saj. Pellg apo ujë qëndrueshëm mund të tregojë që je i ngecur emocionalisht ose ka një situatë që nuk po ecën përpara, kërkon pastrim. Përmbytje. Të jesh i përmbytur në ëndër tregon se emocionet po të tejkalojnë. Është një paralajmërim që duhet të gjesh mënyrën për t'i përballuar ndjenjat, përndryshe mund të të pushtojnë. Burim. Burimi është simbol i fillimit. Ëndrat me burime të qarta shënojnë shfaqjen e ideve të reja, energji të reja, ndonjëherë edhe ndonjë lidhje të re shpirtërore. Uji që del nga toka është një shenjë e thellësisë dhe e pasurisë së brendshme. Deti i trazuar me valë të larta. Kjo është një shpërthim emocionesh. Ëndra tregon se ti je në stres dhe ke ndjenja që janë shumë të larta për të përballuar. Valët simbolizojnë tronditit që ndodhin në jetën tënde, të brendshme apo të jashtme. Var. Tregon çlirim të madh emocional, shpesh lidhet me lëshimin e një ngarkese, një vendim të rëndësishëm ose një ndryshim të fuqishëm në jetë. Ujvara është si një përqafim energjetik nga natyra. Të notosh lehtë dhe lirshëm. Tregon liri emocionale, ti je nën kontroll të ndjenjave të tua dhe ndihesh rehat me rrjedhën e jetës. Është një shenjë pozitive që tregon se ke një rritje personale. Të mbytesh ose të zihesh poshtë ujit, shpesh tregon se je i mbi ngarkuar, ndoshta me problemi ose emocione që nuk i përballon dot. Mund të jetë një thirrje për ndihmë ose për të ndaluar dhe reflektuar. Akull ose ujë i ngrirë, ndjenja të bllokuara. Kjo ëndër ndodh shpesh kur ka një ftohje emocionale në marrëdhënie ose kur ke ndaluar së shprehur ndjenjat e tua. Shkrirja e akullit është rikthim i emocioneve. Mund të jetë një lajm i mirë për një afrim emocional ose për shërimin e një marrëdhënie të ftohur. Çfarë tregon shi në ëndër? Nëse sheh shiun e lehtë, është një ëndër qetësuese. Tregon pastrim të butë si lotë që qetësojnë shpirtin. Mund të tregojë dhe një ndjeshmëri të thellë ose momente reflektimi. Shi i rrëmbyeshëm. Shpërthim ndjenjash. Mund të jetë një shpërthim nga një emocion i shtypur për një kohë të gjatë. Është çlirim por dhe paralajmërim për të mos i injoruar ndjesitë. Uji që hyn në shtëpi. Shtëpia përfaqëson veten, familjen ose privatësinë. Uji që hyn në shtëpi tregon ndjenja që po na pushtojnë në jetën private. Mund të jetë një marrëdhënie e re, një konflikt emocional ose stres. Si ta interpretosh ëndrrën me ujë? Në shumë kultura, uji është pasqyrë e shpirtit. Si është uji në ëndrrën tënde i qetë, i trazuar, i ndotur, kështu është dhe gjendja e shpirtit tënd. Uji i bekuar, pastrim shpirtëror, shpesh tregon praninë e energjisë mbrojtëse ose hyrje në një periudhë të shenjtë.
Reflektim në ujë është kërkim i vetes, mund të jetë një moment meditimi ose ballafaqim me të vërtetën e brendshme. Të shohësh pasqyrimin tënd në ujë është vetë reflektim, si të sheh vetja apo si dëshiron ti të shohin të tjerët. Mund të tregojë edhe një fazë vetë analize. Të ndash ujë me dikë tregon një lidhje emocionale. Kur ndan ujë me dikë në ëndër, ndan ndjenjat, një shenjë e afërsisë ose përfshirjes me dikë tjetër në mënyrë shpirtërore. Forma të veçanta të ujit. Uji në forma jo të zakonshme tregon krijimtari emocionale, por dhe konfuzion. Mund të jetë një ëndër shumë simbolike dhe personale. Nëse sheh shkumë mbi ujë, është një tregues i ndjenjave të sipërfaqshme. Bukuri që nuk zgjat, por që tërheq. Kujdes nga mashtrimet e jashtme. Ujë që avullon, humbje ose zhdukje e ndjenjave, diçka që po largohet ngadalë nga jeta jote, mund të jetë dhe pastrim. Uji dhe magjia, intuita me të padukshmen. Uji është një portë për botën shpirtërore, në ëndra mund të tregojë fuqi të fshehura brenda teje. Uji nga burimet të shenjta është bekim dhe udhëzim hynor, ëndra që të thërret për një qëllim më të lartë ose mision shpirtëror. Uji i marr natën, ëndra që vijnë nga errësira të pandërgjegjshmet ose të fshetat, mund të sjellë përgjigje ose frikë. Uji dhe zanat, magji, lidhje me natyrën dhe universin. Zanat janë rojet e burimeve, kur shfaqen në ëndër, sjellin mesazhe të thella shpirtërore. Uji si zgjidhje problemesh. Kur uji pastron, rrjedh ose shpëton diçka në ëndër, tregon se një problem i jetës reale do të zgjidhet me qetësi dhe në kohën e vet. Uji që pastron një objekt ose një vend, pastrimi së kaluarës, largimi i energjive të vjetra, përgatitje për një fazë të re në jetë. Uji është më shumë se thjesht një element, ai është një pasqyrë e shpirtit, një portë për botën e brendshme dhe një lajmëtar i mesazheve të fshehura. Nëse uji të ka vizituar në ëndër, dije se po të flet, dhe tani ke çelësin për ta kuptuar. Mos i injoro këto ëndra, ndoshta aty fshihet përgjigjja që ke kërkuar prej kohësh. Zhytu thellë dhe do të gjesh veten. Duhet të keni parasysh emocionet që ndjeni gjatë ëndrës. Nëse ndjeni një ndjenjë paqe dhe qetësie, atëherë gjëra të mira po ndodhin dhe do të presësh në të ardhmen. Nëse ndjen ankth, stres apo emocione negative, duhet të kesh parasysh që situatat që po përjeton mund të jenë të rrezikshme, andaj kujdes. Të nderuar miq, këto ishin disa parashikime të ëndrave me ujin. Nëse ju ka pëlqyer, mos harroni t'i bëni like dhe share kësaj video. Gjithashtu, bëni subscribe kanalit ton për të tjera video. Ju faleminderit për kohën tuaj.